Dy ish efektivët e komisariatit të Shijakut, Fatmir Hoxha dhe Kastriot Gosturiani do të hetohen nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Pas ndalimit të tyre një natë më parë nga shërbimi i kontrollit të brendshëm, dosja u përsoll Prokurorisë së Durrësit, ndërsa kjo e fundit ja ka dërguar sot për kompetencë Prokurorisë së Krimeve të Rënda, e cila pritet të vendosë edhe për urdhër arrestet. Burime nga grupi hetimor kanë bërë të ditur se ndalimi i tyre nuk është bërë në kushtet e flagrancës, por në dyshimin se dy punojësit mund të largoheshin. Tashmë pritet që dy ish punojësit e policisë të dalin përmas në gjykatën e krimeve të rënda, pasi çështja e tyre është e bashkëlidhur me procedimin ndaj Ilir Xhakjes, e akuzuar për vrasjen e Adem Tahirajt. Ndalimi i tyre u bë pas një hetimi që shërbimi i kontrollit të brendshëm kreu në ngarkim të punojësve të policisë, Fatmir Hoxha dhe Kastriot Gosturiani. Ata akuzohen për shpërdorim të detyrës, pasi nuk vepruan sipas ligjit, teksa e pruri tyre kryekomisar Tahiraj u shëlluar për vdekje nga Xhakja. Të dy punojësit e policisë sipas hetimeve megjithëse kanë patur të gjitha mundësitë, nuk bën asnjë veprim për të parandaluar vrasjen, neutralizuar vrasjen apo për të kapur të arrestuar atë.